Alba Story prezanton. Përshëndetje miq, dhe mirë se vini sërish në kanalin ton. Sot kam vendosur t'ju tregoj një ngjarje që me siguri do ju lër me gojë hapur. Kjo nuk është hera e parë që ju flas për atë përballjen e famshme, atë sfidën e madhe ku arrita t'ja ul hundën dhe ta mposht përfundimisht nusen e nipit tim. Në fakt, herën e parë ju kam rrëfyer diçka rreth kësaj historie para një viti, por sot dua t'ju zbuloj një sekret tjetër. Historia nuk mbaroi aty. Pas asaj ditët e parë, ne u përballëm edhe 2 herë të tjera. Me sa duket, humbja i kishte pëlqyer më shumë se fitoria dhe e kishte kthyer në një fiksim të vërtet iden që të ma merrte hakun e të dilte barazim. Kësaj radhe nuk do ta zgjas me fjalë boshe, por do t'ju përshkruaj fije për pe të gjithë mënyrën si ajo e kishte ndryshuar taktiken, si ishte stërvitur për të qenë me efort përballë meje. Sidomos ajo loja e fundit që bëm bashk para një jave, miq të dashur, me ka lënë pa mend. Por prisni, se do të ngelini pa mend edhe ju vetë kur të dëgjoni se çfarë skemash të rafinuara dinte të ngrinte ajo grua për të mbrojtur krenarinë e saj. Tani për ata që nuk e din zanafillën e këtij rivaliteti, apo për ata që se mbajnë mend si erdhi puna që unë të kisha kët inat aq të madh e të doja me çdo kusht ta mundja nusen e nipit, po ju kthej pak pas në kohë, që ta kuptoni historinë nga themelet. Unë jam ai komshiu që nusen e nipit dikur e kisha komshie dere. Ishim krejt e panjohur në atë kohë. Vite me vonë, fati bëri të veten dhe rrotulloi letrat në atë mënyrë që ajo të bëhej gruaja e nipit tim, pra e djalit të motrës sime. Por le të kthehemi aty ku nisi gjithçka. Kur ajo erdhi për herë të parë të banonte në pallatin ton, i gjithë pallati mbeti me syt katër. U bë një zhurmë e madhe në lagje. E kuptuam menjëherë se çfarë natyre ishte. Dukej që nga larg, që nga veshja e saj e kuruar deri në detaj. Fustanet e shtrenjta, e mos të flasim pastaj për mënyrën se si i ngjiste shkallet. Ajo ngjiste shkallet e pallatit me një vetbesim të tillë, duke ecur me një krenari të atill që takat e saj bënin tak-tuk, me aq hijeshi sa të gjithë komshinjt dilnin për të parë tek syri i derës së tyre. Mua shpesh më qellonte të ndodhesha në shkallë në të njëjtën kohë me te. Unë me hapat e mitën ngadalt, si një njeri i moshuar që jam, e lija kastile të kalonte e para. E bëja këtë thjesht për t'i parë atë ecjen plot autoritet dhe atë qëndrim prej mbretëreshe. Te jemi sinqert, kishte një hije aq të rënd saqë ja zinte syri kujdo. Kishte ca flok të zeza korb që i binin mbi supe, por edhe një karakter aq sfidues sa duhej sikur gjithë bota ishte e saj. Me pak fjalë, ishte një figurë që të bënte përshtypje menjëherë nga të gjitha anet që ta shikoje. Ajo mori shtëpinë fiks një kat më lart meje, mu sipër kokës sime. Në fillim ishte akoma e re dhe e panjohur me lagjen, kështu që çdo gjë shkoi në qetësi absolute për një 2 javë. Por miqtë mi, pas 2 javëve të para, situata ndryshoi. Filluan zhurmat. Në derën e saj niste që të hynte njeri e të dilte tjetri, dhe nuk ishin njerëz të zakonshëm. Ishin
njerëz të mbajtur, djemë të rinj me makina të shtrenjta, burra me kostume, tipa që esnin rënd. Ne nuk mund të flinim as gjumë të qetë nga tingujt që dilnin nga shtëpia e saj. Zhurmë gurësh druri që godisnin të rezën, zërat të mbytur ofshamash nga inati i humbjes dhe britman nga gëzimi i fitoreve. Gjatë pasditeve, unë ulesha poshtë pallatit me komshit e mi pensionist për të luajtur domino, dhe besojni apo jo, e vetmja gjë për të cilin bëni muhabet ishte komshia e re. Të gjithë e kishim marrë vesh që ajo mbante ca lojra sekrete në shtëpinë e saj. Përveç zhurmës së lojës, poshtë në përshkallë, na vinte dhe një erë e mrekullueshme e një ëmbëlsire të veçantë që ajo piste çdo natë për të ftuarit e saj. Neve na lëshonte goja lëng, jo vetëm për një copë nga ajo receta e saj magjike, por edhe për një sfidë në tavolinën e saj të lojës. Por e dinim shumë mirë sa ajo derë nuk do të hapej kur për ne. Ashtu mendoja, sepse nuk besoja që edhe mua do me vinte radha. Unë megjithatë kisha bërë një betim në heshtje, e kisha ndarë mendjen që një ditë t'ja kërkoja një sfidë ballë për ballë. Doja t'i tregoja që edhe unë, një pensionist i thjesht, mund t'a vija në vështirësi në atë lojë ku ajo mendonte se ishte e pathyeshme. Po kush e mendonte atëherë që ajo do të bëhej nusja e nipit tim? Nipi im jetonte dhe punonte në një qytet tjetër. S'kishte asnjë lidhje me këtë zonë dhe asja kishte haberin kësa jete që bënte ajo. Por ja që këtu e kishte të shkruar i shkreti, në këtë derë i Rafati. Ne të moshuarit e lagjes, nga dëshpërimi që s'na përfillte njeri, vendosem të provonim fatin. I tham njeri tjetrit, hajde t'i kërkojmë një ndeshje, ndoshta ndonjërin nga ne e mund dhe merr pak famë. Dhe gjejini pak se kujt ju dha kjo mundësi. Asnjërit prej nesh, pra nuk na avari fare. Dhe fundja s'kishte as fajqes na afroj, sepse që kur erdhi ajo në atë pallat, aty parkoheshin vete makina luksi. Ajo s'kishte as një lloj interesi për ne lojtaret amator. Ajo kishte ato 2 metërshat e saj, kampion të vërtet, që u zbraste xhepat natë për natë. Pas 2 muajsh, me të njëjtin vrull që erdhi, edhe iku. E lëshoi shtëpinë dhe u zhduk. Nuk dini më asgjë për të. Nuk e pam asnjëherë dhe as në qytet e as aty në lagjen tonë. Kur iku, filloi të na mungonte diçka. Na mungonin ato zhurmat e saj të natës, ato hapat në përshkallë dhe ajo gjallëria. E dikur ne vete ankoheshim se na la pa gjumë, kurse tani s'na zinte gjumi nga ajo heshtje e pallatit. Kaloi fiks një vit i plot dhe një ditë dëgjoj motrën time që më thot se nipi donte të fejohej me një vajzë që kishte njohur. E po mirë thash, se edhe moshën e ka, 40 vjeç burr dhe akoma s'ka krijuar familje. Siç është tradita, u mblodhem njerëzit më të afërt për të shkuar tek shtëpia e nusës që të ndanim fjalën. Mua si daja i madh, natyrisht me takonte të isha aty. Kur shkuam, u ulëm në sallon, po prisni me edukat, dhe në një moment doli ajo nga kuzhina për të na sjell kafet. O miq, u bë një heshtje dhe një katrahur që vetëm në filma keni parë. Më shikonte ajo mua me sytë e zmadhuar. E shikoja unë atë, duke u munduar të mbaja veten. Më shikonte prapa ajo duke ndërruar ngjyrën e fytyrës si semafor. E shikoja unë pa i hequr syt. Po ti ke qenë komshiu im, me tha ajo befas me një zë të mbytur. Mua gati më ngeli kafja në fyt. Thash me vete, u bë qameti,
Kjo po ja kris tani të vërtetes, e po thot para të gjithë njerëzve që ky xhaxhaj këtu po me lustër çdo pasditje për një ndeshje. Po i thash unë, me qetësi të shtirur, edhe mua me duke që të kam parë diku moj vajz, për të them të drejten, s'po ta mbaj mend fytyrën tamam. E ha sa shumë njerëz hynë e dalin atë pallatin ton, ku ti mbaj mend unë të gjithë. E thash, me theksin tek fjalet, hyrjet e daljet, sa për t'ja bërë të qartë që unë e dija fiks çfarë bëhej lart në apartamentin e saj. U ktheva pastaj nga nipi im, që qëndronte plot gëzim dhe i thash: "Të trashëgoheni, ke marrë një nuse për së mbari, shumë të zonjën." Por në thellësitë e mendjes sime po thosha: "O Zot, mezi po pres rastin kur do ma japësh mundësinë ta mund e ta sfidoj unë këtë nusën tënde në tavolinën e lojës. Vetëm unë kam mbetur pa ja treguar vendin." Nejse, atë mendim e mbajta për vete. Tashmë, çfarë ishte bër. Nuk isha unë ai që do t'ja thosha nipit që ajo mbante turne lojrash sekrete. Koha kaloi dhe u martuan. Dhe ne shkuam përsëri tek nipi. Nëse doni të ndiqni pjesën e dytë, bëjni videon like apo subscribe. Faleminderit.